Në qarkun e Gjirokastrës, interesi fermerëve ka qenë i lartë për aplikimet në skemën kombëtare të bujqësisë, ku sipas specialistëve të bujqësisë kanë aplikuar gjithsejt 2700 fermerë. Interesi ka qenë i lartë, pothuajse në të gjithë rajonin, në të 7 bashkitë tona. Kryesisht kanë qenë 4 masat kryesore ku ka qenë fluksi më i madh i fermerëve aplikantë. Ka qenë masa e tufës bazë të matrikuluar për gjedhë, për të imta, mbashtimi i bletarisë dhe masa 8 sipërfaqe të mbjella me kultura bujqësore. Gjithashtu interes veçanërisht ditët e fundit ka pasur edhe për masat e investimeve, për blerjen e mjeteve mekanike, fermerë të rinj dhe agregateve bujqësore. Ndërkaq, specialisti bujqësisë Balil Bineri vlerësoi se krahasuar me një vit më parë, heqja e mbështetjes me naftë për fermerët ka pasur ndikim. Meqense nuk është më këtë vit masa e mbështetjes me naftë për punimet mekanizuara, është zvendësuar me masën sipërfaqe të mbjella për kultura bujqësore por kjo ka pas një specifik që nëse vjet ka qenë kufiri minimal për masën e mbështetjes me naftë për punimet e mekanizuara ka qenë 1 hektar, për masën 8 që kemi si vjet, kufiri minimal i aplikimit është 3 hektar. Parashikohet një rënje rreth 10%, 10-15% e numrit total të aplikantëve. Në një dalje publike, Ministri i Bujqësisë Andi Salla lajmëroi se për shkak të fluksit të aplikimeve, afati përfundimtar i aplikimeve në subvencione do jetë deri me datën 6 korrik 2026.